qytetarë të Llapit, të dashur qytetarë të Gollakut, i dashur kryeministër Albin Kurti, të nderuar ministra, të nderuar kryetar komunash, të nderuar kandidat për deputet, zonja dhe zotrinj. Sonte duke parë këtë shesh të mbushur me qytetarë që janë krenar dhe të vendosur, ndjej edhe njerë forcën e Llapit, edhe besimin e madh që ky rajon i ka dhënë gjithherë ndryshimit. Llapi nuk ka qenë kurrë spektator i proceseve politike. Llapi ka qenë gjithmonë në balë të tyre. Këtu kanë lindur njerëz të mëdhej, kanë lindur ide e janë marrë vendimet e mëdha dhe është dëshmuar se qytetarët dinë ta bëjnë ndallimin. Prandaj nuk është rastësi që ndryshimi i madh politik në Kosovë mori fuqinë e tij pikërisht nga Llapi. Besimi që qytetarët tonë i dhanë lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit u shndrua në një valë që përfshiu gjithë Kosovën dhe hapi një kapitull të ri për shtetin tonë. Në vitin 2021, qytetarët zgjodhen një qeveri që punoj për shtetin dhe jo për grupet e interesit. Zgjodhen një qeveri që lufton korrupsionin, forcon sovranitetin, rrit mirëqenien dhe investon aty ku ka nevojë qytetari. Dhe sot rezultatet janë të prekshme. Kurse ne në Podujev, falë bashkëpunimit të shkëlqyshëm ndërmjet qeverisë qendrore dhe pushtetit lokal, kemi realizuar projekte që për vite me radhë ishin lënë në arres. Kemi ndërtuar dhe rinovuar shkolla, kemi investuar në rrugë, ujësjellës dhe kanalizime, kemi rritur mbështetjen për fermerët tanë, kemi avancuar shërbimet shëndetësore përmes funksionalizimit të poliklinike specialistike, kemi krijuar zonën ekonomike dhe kemi nisur parkun e parë bujqësor në Kosovë. Kemi investuar në arsim, në bujqësi, në shëndetësi dhe në çdo sektor ku përfitojnë qytetarët, po arritja më e madhe nuk janë vetëm projektet. Arritja më e madhe është se kemi rikthyer besimin e qytetarëve tek institucionet. Kemi dëshmuar se politika mund të jetë e përgjithshme dhe se shteti mund të punojë për qytetarët e zakonshëm. Të dashur qytetarë, sot Kosova është më e fortë se kurrë më parë. Sot Kosova ka më shumë rend e ligj, më shumë sovranitet, më shumë dignitet dhe më shumë zhvillim. Sot shteti është më afër fermerit, punëtorit, studentit, gruas të riut dhe biznesit. Dhe kjo nuk është fundi i rrugtimit tonë. Kjo është vetëm baza mbi të cilën do të ndërtojmë edhe më shumë zhvillim, më shumë drejtësi, më shumë mirëqenie për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Prandaj, sonte nga ky shesh i madh i Podujevës, nga zemra e Llapit, po dërgojmë një mesazh të qartë. Llapi vazhdon të qëndrojë fuqishëm mbështetje të vizionit që po e çon Kosovën përpara. Llapi është me lëvizjen vetëvendosje. Llapi është me Albin Kurtin dhe me 7 qershor Llapi do të jetë përsëri në anën e duhur të historisë. Ta vazhdojmë rrugën që kemi nisur, ta vazhdojmë zhvillimin që po ndërtojmë bashkë, ta vazhdojmë ndryshimin që nisi në Llap dhe sot ndihet në çdo cep të Kosovës. Që t'ja pikën numrit 116, sepse me Albin Kurtin, me ekipën tonë fituese dhe me mbështetjen tuaj fiton Kosova. Krejt për shtet e shtet për krejt. Ju falenderit. E ftoj kryeministrin Kurti ta marrë fjalën. Sa ja filloj kryetari i komunës Petim Bulliqi
me vol për bujqësin, ja filloj me ro shi, po pak një 116 pika krejt. E di që këtu në lap qaj pihet nga dal, se lapjant nuk nguten as me qajin, as me fjallën e as me vendimin. Lapi matë mirë, vendos drejt dhe ja qëtë pikën. Mirë se keni ardhur në këtë të bim të vetëvendosjes bashkë me partnerët tonë të koalicionit, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe Partin Shqiptare Demokristiane. E mirë se u gjej këtu në lapin e Gollakun e Bacës Adem, Adem Demoqit, e të Shaban Sholës, në lapin e Afrimit, Zahirit, e të Ilirit, në lapin e Ylfete Humollit, e të Monbalajt, në lapin e Gjeladin Rekaliut, e të Tilas Birevës. Të dashur qytetarë nderuar praneshëm, në mandatin e kaluar jemi përqendruar në 5 çështje themelore, të cilët në mënyrë mizore i patën shpërfillur qeverisjet e mëhershme. E patën lënë 1/6 e territorit veriun, e patën lënë forcën e sigurisë të Kosovës me veç 2 lloj të armatimeve, me revole Glock edhe me pushk Heckler, edhe 2200 pjesëtar vetëm i kemi gjetë. E patën lënë anash bujqësin, dhe Republika e Kosovës ishte thu se s'ka nana e fëmi, thu se ka vetëm burra mujshor. E pra, nanat, fëmijët, veriu, ushtria, bujqësia kanë qenë përqendrimi ynë në këto 4 vjetë. Këto do t'i vazhdojmë edhe në mandatin e ardhshëm. Mirë po, mandati i ardhshëm do t'ketë edhe shumë projekte të tjera të mëdha, sepse na duhet një transformim i madh i industrisë vendit tonë dhe për një zhvillim të hovshëm ekonomik. Kësaj 1 miliard euro për 4 vjet në prodhimtari, për kredi investive në bankat e Kosovës, nuk do të keni nevojë më që ta lëni hipotek shtëpin, veturën ose tokën. Shteti juaj është garanci sovrane për kredit që merrni për investim, prodhimtari, që shton punësimin, i rrit eksportet, i zëvendëson importet, e na përmirëson bilancin tregtar. Përveç 1 miliard për diasporën, edhe 1 miliard për prodhimtarinë dhe 100 milion euro dritare për investimet diasporës. Bashkëdhetarët tonë nuk i ftojmë si para 30 vjetëve, sakrifikoni që të kontriboni, por investoni që të fitoni edhe ju. Përveç 1 miliard euro për prodhimtarin, gjithashtu edhe 1 miliard euro për ushtrin. Ushtrisja kemi shtu 2700 pjesëtar, e kemi heq tavonin prej 5000 pjesëtarve dhe si vjet kalohet ajo, e kemi ngrit moshën e rekrutimit trive, trejave prej 23 në 25 vjeç, do ta kemi rezervën vullnetare në mandatin e ardhshëm, ku secili lapjan e lapjone që don mu inkuadru në rezervën vullnetare, do t'i bëj ushtrimet 2 javë verë, 2 javë dimër, dhe do t'a ketë adresën në një kazerm të Forcës Sigurisë Kosovës, ku do t'i mbaj çizmet, uniformet, armën dhe pajisjet tjera ushtarake për rast mobilizimi në rast të konfliktit armatosur. Më shumë se 100 fish i kemi shtuar shpenzimet për Forcën e Sigurisë të Kosovës në blerjen e armatimit, municionit dhe të pajisjeve të tjera. E tash ka ardhur koha që të prodhojmë edhe vetë. 3 lloj dronave i kena ble, 2 nga Turqia, TB2 Bayraktar edhe Skydagar kamikaz për Turqisë, pra Puma për Shtetet Bashkuara të Amerikës,
Llojin e katërt, Made in Kosova e prodhojmë vetë. Ndërka që municionin para vitit 3 2027, fabrika e municionit në Gjakov do t'i nxjerrë fishekt e parë për forcën e sigurisë Kosovës, e më pastaj edhe që të eksportojmë 5.56 mm dhe 7.62 mm. Të dashur qytetarë, kjo është mënyra më e mirë se si mund të qëndrojmë besnik amanetit të dëshmorëve të kombit dhe ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës, me ke rritur aftësinë tonë për ta mbrojtur territorin, paqen, sigurinë, republikën dhe progresin tonë. Përveç 1 miliard euro për ushtrin, policisë tonë do t'ja bashkangjesim edhe gjandarmërinë, me qenë se ekzistojnë disa detyra të cilat janë ma shumë se sa për policinë e me gjithat më pak se sa për ushtrin. Ruajtja e visë së gjelbërt kufitare, që është vija kufitare, ndërmjet vendkalimeve kufitare. Pastaj, luftimi i krimit të organizuar, mbyllja e të gjitha shtigjeve të kontrabandës dhe ruajtja e infrastrukturës kritike do t'jetë detyrë e gjandarmërisë sonë, e cila tashmë ka grupin punues të themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, do të shndrohet në koncept dokument puna e këtij grupi dhe do ta zgjellim në legjislaturën e 11 në Kuvend të Republikës për ta votuar Gjandarmërinë e Republikës Kosovës. Përveç mbrojtjes së sigurisë, 1 miliard euro për çdo vit shpenzime kapitale së paku. Viti rekord ka qenë viti kaluar, 729 milion euro, dhe do t'i rrisim investimet kapitale sepse duhet t'i ndërtojmë 5 diga, 4 hekurudha, 20 stadiume t'i ndërtojmë ose renovojmë, gasifikimin e linjitit, investimet në sektorin minerar e kështu me radhë. Pra, do t'jetë vit i shpenzimeve të mëdha kapitale, e kur jemi të 5 digat, përveç Kuqicës në Skënderaj, Desivojcës në Kamenic, Firajës në Shtërps dhe Dragaçinës në Suarek, do t'a kemi edhe digën e Pollatës në Llap. Do t'investojmë edhe në arsimin shëndetësi. Në arsim do t'i rishikojmë tekstet shkollore, kemi fillu me gjuhë matematik, vazhdojmë me lëndët tjera, që t'i eliminojmë defektet, mangësit dhe t'i bëjmë moderne, atraktive për fëmijët e sodit, që janë shumë ma inteligjent sa kur kemi qenë ne fëmijë, 5 gjimnazet e ekselencës, 16 profile janë sistemi dual që e lidhin tregun e punës me aftësimin profesional, do t'i shtojmë edhe 10 të tjera, tashmë 2500 nxënësa e kanë ndjek sistemin dual, ku në 17 komuna, në 32 shkolla profesionale, tashmë po funksionon shumë mirë. Tjetra që do të bëjmë është profilizimi i universiteteve. Nuk mund t'jetë një universitet me të gjitha fakultetet njësoj mirë. Do të shquhen universitetet publike për drejtimet e caktuara. Por studentëve do t'ja u dyfishojmë edhe numrin edhe buxhetin e bursave, i cili në mandatin që shkoi ka qenë 20 milion euro për 18.000 burse, 7.200 prej tyre kanë qenë bursa për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Kemi fillu me zbatimin e bursave të mobilitetit, 20 milion euro, 8.000 student janë përfitues tashmë. Sa ma largë që studion, prej vendit ku banon, aq ma shumë të mbështet shteti, 3.2 milion janë do për këta 8.000 student, do të vazhdojmë edhe më tutje, të dashur 3-3, veç a jeni që lexoni, mësoni, e studioni, e ngriteni intelektualisht e profesionalisht, se Republika e Kosovës do t'jenë pranë jush si asnjëherë tjetër, si askund tjetër.
Ekonomia e shekullit 21 është ekonomi e dijes. Sa ma shumë inteligjencë artificiale, aq ma shumë e nevojshme inteligjenca njerëzore, e cila e përdor edhe inteligjencën artificiale. Prandaj na duhet ta rrisim cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet e shkollimit. Për bindjen time të fuqishme në të ardhmen, forma më e lartë e patriotizmit shqiptar është arsimi cilësor. Do të investojmë edhe për fëmijët në edukimin parafillor, me qenë se sa ma herët që nis mësimi, aq më mirë bëhet për fëmijët kur të rriten për karrierat e tyre profesionale e për zgjedhjet që i bëjnë në jetë. Por më pak se 5 vjet, 74 qerdhe i kena ndërtu ose renovu. Ata para neve për 17 vjet veç 4 qerdhe. 63 herë jena ma shpejt sa ata. Ai që është 63 herë ma i ka dalë shumë se ti, po s'ka qysh me të dollë për para. Qysh me të dollë për para, 63 herë ma ka dalë shumë se na. E pra, do të vazhdojmë me përkushtimin për qerdhe, veç se edhe në fshatrat, ku s'ka qerdhe, edhe në lagjët e qytetit, ku ka veç qerdhe jo publike, me sistemin e bonove do t'ja mundsojmë prindërve, t'i subvencionojmë pra ata që t'i qojnë fëmijët në qerdhe jo publike, ndërkaq atyre që janë në moshë të shtyër, gjysheve e gjyshërve, kur kujdesen për nipat e mbesat, pra për fëmijët e fëmijëve, atëherë kur të dy prindrit punojnë, ne do t'ua japim nga 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre. Por njëkohësisht ne jemi të interesuar që sa ma shumë gratë punojnë. Prandaj edhe na duhen këto qerdhe. Prodhimtaria e shtuar nën kupton punësim të shtuar. Super puna për trit do ta vazhdojmë me super puna për gratë. Super puna për trit, kush i ka pas 18 deri 29 vjeç, që është punësuar në një biznes privat, për 6 muaj ja kemi dhënë pagën minimale. Kjo vazhdon për rinin, shtohet për gratë, nëse një gru fillon me punu në një biznes privat, ose e themelon një biznes privat me miqë me shoqet saj. 3.000 euro, 6 muaj ka 500 euro, sa do t'jetë paga minimale për një korrikut, do t'i marë prej shtetit. Pra nëse ka pagën 600 euro, i bohet 1.100 euro 6 muaj rresht. Se ne jemi të interesuar që edhe rinia, edhe gratë, të kyçën në fuqim punëtore, dhe që të gjithë ta mësojmë e ta rimësojmë, ta bëjmë zakon e ta bëjmë kulturë, që fitimi, përfitimi, suksesi vjen nga puna si pas ligjit, nga puna me nder. Ju e dini atë thonjën e urtë popullore me pak ironi, në formë pyetjes, a ma mirë me dita me ta dasht? Unë menoj që ma mirë me ditë. Se për shembull këtu, na jena mira qytetarë, nëse duhet mja u dasht, ja u dën një 10-15 vetëve. A me ditë mujmë krejt, me punu mujmë krejt. E na dojmë shtet për krejt, prandaj edhe krejt për shtet. Gjithashtu, në mandatin e ardhshëm, do të përqendrohemi te hekurullat, se autostradat i përfundojmë, po autoudhët, magjistralet, rrugët e asfaltume janë përgjithsisht për makina individuale, familjare, për vizitor e turist, për konsumator. Hekurulla është infrastruktura e prodhimtarisë. E neve na duhet prodhojmë sa më shumë. E hekurulla shumë e rëndësishme është Prishtinë-Durrës, që e lidh portin e thot Prishtinës me portin e ri Durrësit, e mandej uroj që të vazhdojë deri në Sarand, se gjysmën e importit që e ka Kosova e merr prej Durrësit. Pra hekurulla Prishtinë-Durrës i bën bashkë dy shtetet tona për të mirën e kombit ton. Tjetra, e kemi edhe një hekurull
e cila e lidh Prizrenin me Ferizaj Gjilan e Bujanoc, do të kemi hekurudh edhe për këtu kur të vjen fjala tek të arriturat e planet tona për komunë, dhe gjithashtu një hekurudh fort e rëndësishme për bashkëdhetarët tonë është nga Prishtina drejt e aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, si dhe ajo jug-veri Hani Elezit Fush Kosovë Mitrovic Leshak. Pra, mandat i hekurudhave është mandati i ardhshëm i qeverisjes son, i qeverisë suaj. Projektet për mandatin e ri në komunën e Podujevës janë kryesoret: ndërtimi hekurudhës Podujev Prishtinë, ndërtimi i sistemit të ngrohjes qendrore, se ne shpenzojmë shumë energji elektrike për të ngrohur gjatë dimrit ose për të mbajtur të freskëta shtëpitë e banesat gjatë verës. Pastaj, ndërtimi i sistemit të ujitjes tokave bujqësore, ndërtimi i rrugës Podujev Vushtre, hapje poliklinikës specialistike stomatologjike, ndërtimi i parkut teknologjik të Podujevës, ndërtimi i banesave me kostot përballueshme, ndërtimi i qerdheve të reja. Podujeva është një nga 5 qytetet ku do të fillojmë rinovimin e banesave kolektive për të arritur eficiencën e energjisë. Do të nisim sistemin pra të ngrohjes qendrore e do të përkrahim komunën me kryetarin Shpejtin Bulliqin për të zgjidhur problemin e furnizimit me ujë të pishëm. Edhe këtu mundemi dy fish shpejt. Edhe keni kryetarin e mirë, po dhe ka emrin Shpejtim ky. Shpejt. Ministria e Ekonomisë dje ka ndarë 1.2 milion euro për financimin e gypave 3, që do t'i ulin humbjet e ujit e do t'a përmirësojnë cilësinë e furnizimit në Podujev. Gjithashtu do t'a nisim ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në Katunisht dhe në Llapashtic. E të gjitha këto, ne i bëjmë dhe zotohemi para jush, sepse tashmë kemi bërë, i kemi realizuar zotimet e mëhershme. Gjatë mandatit kaluar, nga qeverisja lokale dhe qeverisja qendrore, janë investuar afro 250 milion euro në projekte të realizuara në realizim apo në fazën e përgatitjes së investimeve këtu në Llap. Shumë projekte në infrastrukturë, shëndetësi, arsim dhe ekonomia në realizuar në Podujev, e ndërto po i përmendi kryesoret: rruga magjistrale Podujev Prishtinë është drejt përfundimit me vlerë prej 40 milion euro, impionti ujrave të zeza, marrëveshja është nënshkruar me Berghin dhe Ministritë përkatëse për një investim prej 35 milion euro, diga e Pollatës, studimi fizibilitetit ka përfunduar dhe qeveria e Kosovës ka alokuar mjetet për realizimin e projektit me vlerë prej 58 milion euro, banimi i përballueshëm dhe social, projekt në realizim e sipër me vlerë prej 13.5 milion euro, pishina gjysmë olimpike është ndërtim e sipër me vlerë prej 4 milion euro, prej cilave 3.5 milion euro janë financuar nga Ministria e Kulturës, zona industriale. Kontrata është nënshkruar dhe pritet fillimi i punimeve. Projekti ka vlerë 4 milion euro, për cilave 3.5 milion euro financohen nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. 10 projekte të tjera janë realizuar dhe po realizohen, të dashur qytetar, në të gjitha fushat anë mbon komunës Podujevës. Por gjithashtu ju e dini se e kemi një sfidë të rrodhës. Zgjedhjet nuk kanë qenë nevojshme, po u bën të domosdoshme. Ne rregullisht fitojmë. Me non shkurt na thanë, po keni fitu, po nuk mjafton 42%. Me 28 dhjetor shkuam edhe një herë në zgjedhje ashtu 9%, u bë 51%. Prap thanë keni fitu, po prap nuk mjafton. Atëherë pjashtojmë pra dhe 9%. Me 7 qershor, i bojmë 60% në ashtë ajo vjen tamam. Me datën 7 qershor të dielën,
votoni gjithë, i madhe i vogël, prej ati që i bën 18 vjetë me 7 qershor, pra dhe dikur që e ka ditëlindjen dilën ka drejt me votu. Mos harroni. Prej ati pra që e ka ditëlindjen dilën e i bën 18 vjetë, deri të aj që është 88, 98, aj 116, sa e keni më të moqme në lapë këtu. Krejt medal me kushërit ofert e të largët, teze, holla, doja, gjallar, me kolegë të punës e të fakultetit, shoqje, shok, shkollës mesme e fillore, këjshit asoj ma hollës vjetër e kësoj 3, gjithë bashk, numri 116, shtet për krejt, krejt për shtet, që t'ja pikën. E pro, një flet votimi keni, në anën e djathtë të flet votimit, janë partit politike. Partit politike. Shumë ka aty partit politike, po njona është zgjidhje e zgjedhje. Numri 116, lëvizja vetëvendosje. Me numrat e tjerë, mos hup një kohë, se ato ja kanë hup kohën juve. Pra, 116, për 15 minuta deri në vendvotim dhe këthim, fitoni 4 vjetë me sovranitete, integritete, sigurie, begatie, mirëqenje e dignitet. 116. Pasi ta votoni numri 116, në orën e djathtë të fletë votimit i keni 110 numra e 110 kandidat, se cila maj mirë se tjetri, 2 gjinive, krejt profesioneve, aty keni gjitha vendbanimeve të Kosovës, gjitha moshave, kur nuk kena pas na list ma të mirë, në i herë së na me tjetër konë nuk krasohemi, proves me vetë vetën, është lista ma e mirë që ka pas vetë vendosja në i herë. Prandaj, me numrin 116, vendosni vetë, me numrin 116, vetë vendosni, me numrin 116, votoni vetë vendosjen, por votoni edhe 10 kandidat për i kësaj listës 110, ma pak se 10 bën, ma shumë se 10 zbën, 10 është tamon. Në fakt, pja u letësoj pak punën, se me i mojt 10 numra ose vetan mend, në ashtav ka 7, 8, atje 8, 9, 10, fillon mu mjegullu pak. Andaj, ju zgjell një vetë 6 veta. 4 veta nuk keni nevoj. Saronda Bogujev si numër 13. Arton Konushev si numër 15. Fitim Haziri numër 69. Edhe Drita Pajaziti numër 71. E pro, prej 10 e sollëm listën në 6. 4 janë Saronda, Artoni, Fitimi dhe Drita, 6 tjerë menoni edhe me datën 7 qershor, le ta bëjmë një fitore të re, rekord që është edhe ma e modhe se ajo e 28 dhjetorit, kur e kishim numrin e njëjtë 116, por si në këto zgjedhje. Të dashur qytetar, bloku opozitor, duke na i shkaktu zgjedhjet kësaj, po don ta ndëshkoj popullin që e ka votu vetëvendosjen. Kjo është përpjekje për ta dënu atë që e ka votu numrin 116. Por ju me 7 qershor, mos lëshoni pe. Numër 116 është zgjedhja e dur. Me 7 qershor, a jeni krejt për shtet? Me 7 qershor, a fiton shteti për krejt? Me 7 qershor, apo fitojmë krejt? Me 7 qershor, apo fitojmë me ka krejt? Faleminderit shumë, e miru pofshim në takime e tubime drejt festës së madhe në mbrëmjen e 7 qershorit, kur fiton edhe njëherë, edhe ma shumë, lëvizja vetëvendosje dhe numri jonë e numri juaj 116. Natën e mirë!